Zyra për Kosovë dhe Metohi lëshoi një deklaratë ku thuhet se Bojan Zdravković nga Parallova pranë Gjilanit dhe babai i tij smuar person dhunë fizike dhe verbale dje nga pjesëtarët e policisë së Kosovës në pikën kufitare Dheu i Bar, duke deklaruar se incidente të tilla rrezikojnë me tej pozicionin e serbëve në Kosovë, siç tha Bojan Zdravković për Kosovo Online, pasi nuk u lejua të kalonin vijën administrative. Një nga pjesëtarët e policisë së Kosovës refuzoi t'u kthente dokumentet, pastaj i sulmoi fizikisht dhe i dërgoi një breshri fyrjesh në baza kombëtare. Policët e Kurtit më pas ndoqën atë me një makinë dhe me përdorimin e forcës i quan atë dhe babain e tij në një intervistë informative ku mbajtën për 2 orë, tha Bojan Zdravković. Jovana Radosavljević nga Iniciativa e Re Shoqërore vlerësoi se zgjidhja ideale do të ishte shtyrja e zbatimit të ligjit për të huajt dhe ligjin për automjetet, i cili është planifikuar për 15 mars derisa të gjendet mënyra për të kapërcyer pengesat ekzistuese. Ajo paralajmëroi se zbatimi i ligjit mund të prek një numër të madh njerëzish, veçanërisht serbët që nuk kanë dokumente të Kosovës ose përdorimin e targave serbe. Radosavljević theksoi se ende ka shumë pasiguri në lidhje me mënyrën se si do të zbatohet ligji që shkakton shqetësim tek qytetarët. Nese në Kuvend shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Sipas Stefan Surlić, docent në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, kjo do të jetë një tjetër justifikim i ri për të shtyrë dialogun me Beogradin për normalizimin e marrëdhënieve dhe se nuk ka zgjidhje konkrete. Surlić supozon se në atë rast në shkurje të zgjedhjeve do të ketë një dialog në nivelin teknik në formën e takimeve të ekipeve, në mënyrë që Brukseli të paktën formalisht të ruajë imazhin se ky proces është në vazhdim dhe që ka vazhdimsi. Ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri Syl Lukshini është i mendimit se marrëveshja e Ohrit po humbet gradualisht, vetëm se ai dhe ky vit do të kaloj pa një dialog thelbësor nëse Kosova shkon përsëri në zgjedhje, si dhe për shkak se, siç thot ai, situatës së brendshme politike në Serbi. Mendoj se viti 2026 do të humbas plotësisht. E vetmja gjë që mund të ndodhë janë takime sporadike të ndërsjella, aq sa të kontrollojnë situatën dhe vetëm për të thënë se serbët dhe shqiptarët po bisedojnë në Bruksel, por jo për të arritur përparim, tha Ukshini. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gjavit Haliti tha Front Online se kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Vjosa Osmani janë përgjegjës për situatën aktuale politike në Kosovë. Haliti deklaroi se gjithçka tani është në duart e gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila duhet të vendosë për hapat e mëtejshme në lidhje me dekretin e presidencial për shpërndarjen e kuvendit. Haliti shprehu shqetësim për faktin se, siç pretendon ai, presidentja mori një vendim që praktikisht vë në pikpyetje mandatin e 120 deputetëve të zgjedhur në zgjedhje. Sociologu Fadil Maloku tha se Albin Kurti po përpiqet të krijojë një republikë të tretë, pra një republikë civile, raporton Koha Ditore. Republika e parë ishte ajo e Ibrahim Rugovës, e dyta në vitin 2008 dhe e treta do të ndryshojë gjithçka. Unë kuptoj Republikën e tretë si një republikë civile dhe pajtohem plotësisht me këtë koncept. Kosova nuk është shumë etnike, kemi shumë mangësi në kushtetutë dhe vazhdoj të them se kushtetuta e Kosovës është bërë një këmishë e çmendur, tha Maloku, i cili theksoi se në këtë mënyrë Kosova do të bëhet një shtet normal si të gjitha shtetet të tjera. Në pikën kufitare Murin Vrbnis, policia kufitare e Shqipërisë arrestoi një shtetas të Kosovës nga Prishtinë, i cili u përpoqte kontrabandonte armë zjarri të fshehura në një makinë BMW në Shqipëri, e cila u gjeti ishte vjedhur në Gjermani, shkruan gazeta Blitz. Në hyrjet e Shqipërisë, i dyshuari po drejtonte një automjet Volkswagen Touareg, i cili ju përdori për të tërhequr një romorkie me një makinë BMW, në të cilën u gjetën dhe konfiskua një pistolet me municion luftarak. Më pas u identifikua dhe u arrestua një dyshuar tjetër nga Prishtina, i cili dyshohet se ka porositur kontrabandën e armëve dhe makinave.
Moti nesër pas një mëngjesi të ftohtë do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë me erë të dobët mesatare, ndonjëherë e fortë juglindore, deri të hënën do të jetë me diell në shumicën e vendeve me temperaturë maksimale nga 15 deri në 20 gradë. Në zonën e Koshavës do të fryjë erë e fortë, kurse temperatura nesër më e ulta do të jetë nga -2 deri në 8, kurse ajo më e larta ditore nga 17 deri në 21 gradë Celsius.